Qershori do të jetë një muaj i nxehtë për Maqedoninë e Veriut, pasi vendin e pret shumë punë për të përmbushur reformat e përcaktuara me agjendën reformuese. Në mënyrë që t'i merr paratë nga Bashkimi Evropian, Maqedonia e Veriut ka në dispozicion vetëm edhe një muaj për të përmbushur disa nga reformat e përcaktuara në agjendën reformuese. Megjithatë, kjo periudhë konsiderohet e shkurtër, marr parasysh numrin e madh të detyrimeve që duhen të realizohen. Nga zbatimi i këtyre reformave varet sigurimi i një pjese të parave apo 70 milion euro nga gjithsej 750 milion euro ndihmë financiare nga Bashkimi Evropian. Disa nga reformat janë zbatuar, disa janë në fazë të zbatimit, ndërsa disa të tjera duhet të zbatohen. Për këto reforma, qeveria ose institucionet përgjegjëse duhet të dokumentojnë çdo progres për të përmbushur kushtet dhe të sigurojnë raportim të saktë për të justifikuar fondet e kërkuara. Portalbi ka përmbledhur 16 reformat kryesore që vendi duhet t'i realizojë brenda kësaj kohe në mënyrë që të mos rrezikojë humbjen e mbështetjes financiare dhe për të vazhduar përparimin drejt integrimit evropian. Detaje më të hollësishme lidhur me këto reforma mund të gjeni në Portal MK.